Kryeministri Edi Rama ka kundërshtuar publikisht qëndrimin e ministres së brendshme së Mbretërisë së Bashkuar Shabana Mahmud, e cila deklaroi se rreth 700 familje shqiptare do të dëbohen nga territori britanik pas kërkesave të refuzuara për azil. Në një reagim të drejtpërdrejtë, Rama e cilëson mjaft zhgënjyese deklaratën e saj dhe kërkoi që komuniteti shqiptar të mos përdoret si justifikim në debatet e brendshme politike të Londrës. Mjaft zhgënjyese të dëgjosh ministren e brendshme të Mbretërisë së Bashkuar Shabana Mahmud të përmendë rreth 700 familje shqiptare që jetojnë akomodim të financuar nga taksat pas kërkesave të dështuara për azil si justifikim për rinisjen e kthimeve familjare. Kreu i Qeverisë shqiptare ngriti pikpyetje mbi retorikën e përdorur nga Ministria Laboriste, duke thënë se ajo i ngjan më shumë gjuhës së ekstremit të djathtë populist. Si mundet një ministre e brendshme laboriste të përsërisë kaq keq retorikën e ekstremit të djathtë populist dhe të veçojë 700 familje shqiptare si një pikë statistikore në oqeanin e sfidave të Britanisë post-Brexit, pikërisht në momentin kur Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria kanë ndërtuar një nga partneritetet më të suksesshme në Europë për migracionin e palishëm. Rama kujtoi se qysh nga fundi i vitit 2022 mbërritja e parregullta të shqiptarëve në Britani janë zvogluar pothuajse në zero si rezultati punës së përbashkët mes dy qeverive. Dua t'i kujtoj ministres së brendshme se fal punës së përbashkët intensive që nga fundi i vitit 2022 mbërritjet e parregullta nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar pothuajse janë zhdukur. Kontrolli i migracionit ka funksionuar, ndërkohë kufizimet e lëvizjeve dhe të vizave nga pala britanike mbeten një relik dështimit të epokës Braverman, që dëmton si lirinë themelore të lëvizjes së njerëzve ashtu edhe ekonominë britanike. Kryeministri shtoi se shqiptarët që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar janë kontribues neto për ekonominë e vendit dhe marrin shumë pak nga përfitimet krahasuar me komunitetet e tjera, duke i cilësuar të padrejtë dhe të dëmshme vazhdimin e stereotipit të tyre. Të jemi të qartë, shqiptarët janë kontribues neto në ekonominë britanike dhe numri i shqiptarëve që marrin përfitime është shumë i ulët krahasuar me komunitetet e tjera. Ti veçosh ata në mënyrë të vazhdueshme nuk është politik, është një akt shqetësues dhe i pahishëm, demagogjie. Në përfundim, Rama apeloi se politika britanike të mos udhëhiqet nga paragjykimet etnike, duke theksuar se ky është minimumi që njerëzit presin nga Mbretëria e Madhe. Ai theksoi se Shqipëria mbetet një nga aleatët më aktiv të Londrës në çështjet e sigurisë dhe të kontrollit të migracionit në Ballkan, duke kërkuar thedhim të bashkëpunimit dhe jo retorik fajsuese ndaj shqiptarëve.